unë nuk jam as psikologe, as terapiste të tjerë, por duke lexuar, se ne kemi bërë dhe librin, edhe duke lexuar absolutisht edhe për narcistët, fatkeqësisht thuhet që janë njerëz që nuk ndryshojnë asnjëherë. Nuk ndryshojnë. Me kalimin e viteve dhe me rritjen, po themi, në moshë, ndoshta do dobësohen ata pak më shumë si njerëz dhe nuk do jenë kaq të fuqishëm në, po themi, në ato tentakulat e veta, por narcizmi është një plagë shumë e thellë se narcistët krijojnë ato skenaret e tyre dhe nuk besojnë asnjë gjë tjetër në rrotull dhe në botë përveç se asaj çka mund e tyre i thotë. Nga ana tjetër kanë mungesën e empatisë. Domethënë kanë një mungesë empatie të frikshme, them unë. Nuk e kuptojnë se çfarë do thotë ta lëndosh tjetrin apo ti thithësh palcën kurrizore, them unë dikujt. Dhe zakonisht narcistët targetojnë njerëz që janë shumë të brishtë. Targetojnë njerëz që dashur pa dashur janë pak të dobët në karakterin e tyre. Targetojnë dhe empatikët. Patjetër. Sepse empatikët kanë aftësinë shumë të madhe që t'i analizojnë njerëzit emocionalisht shumë thellë dhe nuk heqin dorë kollaj. Targetojnë njerëzit që unë isha deri diku, një prej tyre, që mendoja që njerëzit mund t'i shpëtoja. Edhe këta njerëzit i targetojnë. E di. Domethënë e kanë kështu shenjestër këtë gjë. E di, po ti bëre një roman dhe ke dalë nga kjo gjendje, unë vetëm një këshill të shkurtër kam për gjithë ata që janë në këtë raport. Block number. Delete nga jeta juaj. I shikoni në rrugë, ndroni rrugë, nuk i njihni më 3 muaj, është si puna e dietës. 3 muajt e parë pak të vështirë, në maksimum 3 muaj, se mund të jetë dhe 1 muaj. Dhe pastaj po shiko, është pak e vështirë. Jeta fillon nga 0. Po është pak e vështirë, di pse? Se ata të ngrenë në qell dhe pastaj të lëshojnë. Absolutisht. Dhe mënyra se si narcistët qasen me njerëzit dhe me botën është perfekte. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.